cili me agjendë edhe personale, po edhe partijake, kemi dalë për me marrë vota në të qytetarë, kemi dalë me disa platforma, me disa ide, të cilat ata me zëpresi që na të jetësojmë edhe të implementojmë. Por duke pas një blokat të tillë, e pamundson fillimisht edhe implementimin e atyre ideve, po mbi gjitha. Për blokadën do ju pyes në veçanti, por ideja kështu te kritika, ta adresojmë këtë kritikën, a ka drejt qytetarit që kritikon deputetin, apo jo? Po patjetër, patjetër që ka drejt, sepse... Por ju thoni faji nuk është për të gjithë, nuk është njëjtë. Natyrisht që faji nuk është i njëjtë, besoj që për fajin mund të flasëm, po mund edhe me vizatu fajin, se këtë rast nuk është letë, nuk ka shumë fajtor. Edhe ai fajtori, se më thonë, është i personifiku me një person, jo shumë me një parti politike, po me deputetin Albin Kurti. Unë mendoj që problemi më i madh e kësaj blokade është te ai, nuk është shumë te grupi parlamentar, sepse aty ka njerëz që janë edhe racional. Mirë po, është shumë e rëndësishme me tregu se çu kemi ardhur deri çtëm. Asaj i kthehemi, në veçanti sepse për zotin Kurti ka dhënë mesazhe, do t'i kemi edhe materialet në vazhdim.